Jam këtu me Fationin, me drejtorin e klinika Advanced, këtu në Tiranë. Ne që e bëm me flok. Fationi më ka ba me flok. Edhe do bëjmë përgjigjen e pyetjeve tuaja. Shpejt e shpejt. Fation. Jo pyetje të vështira. Jo. Ka pyetje vështira, pyetje thjeshta. Okay. Pse duhet dikush me bë transplantin e flokut? Shembullin konkret e kemi me vete, pra ashtu me ne pse duhet bëhet mbjellja e flokut. Patjetër që fiton vetbesim, është një ndryshim shumë i madh dhe duket tashmë dhe rezultatet. Për ne rezultati i mirë është ai rezultat i cili nuk kuptohet që ti ke bërë mbjelljen e flokut, siç po flasim. Pra kemi me vete shembullin. Pyetja e dytë. Pyetja e dytë sa a dën? A ka dhimbje? Okej. Pyetja e dytë, Fatin. A ka dhimbje transplanti i flokut? Pyetja që e bëjnë gjithë. Atëherë mbjellja e flokut është mikrokirurgji, është njësoj si te dentisti, janë vetëm ndjesia e fillimit që është pjesa e anestezisë që bëhet pirja lokale, pastaj mund të përdorësh telefonin, është shumë e thjeshtë, pra është mikrokirurgji. Nuk ka dhimbje. Nuk ka dhimbje kyç. Zero. Kam kanë të lutë Murlan. Fation, për sa kohë dalin flokët mbas mbjelljes së flokëve? Pyetje shumë e bukur. Floku i mbjell del siç del një fëmijë të vogël për herë të parë floku. Pra nga 1 muaj e gjysmë deri në 12 muaj nga momenti i mbjelljes. Kuptohet që floku i mbjell do ato kohën e vet, ne do bëjmë dhe video të tjera sqaruese për sa i përket se krijohen ende gjakut, enzimat që ushqejnë rrënjën, pra nga 1 muaj e gjysmë fillon dalje deri në 12 muaj nga momenti i mbjelljes. Fation, a është i vështirë kujdesi gjatë kohës së daljes së flokut? Absolutisht jo, siç edhe ti e di tashmë, nëse bën klinikën e dur, udhëzimet janë me shkrim dhe ne i asistojmë gjatë gjithë periudhës daljes së flokut, asistohet nga dikush për çdo pyetje apo paqartësi që mund të ketë klienti. Rapatusha shumë e lehtë, unë i bajnë dark. Çdo gjë e bajnë dark, dhe atë hapin e pin dark dhe ilaçin e fuzin dark. Pyetja tjetër ishte Sa kushton? Jo, sa kushton? Kishim edhe një pyetje tjetër. Sa zgjat? Apo mbyllim me ka, sa kushton? Si dush ti? Flokët mbrapa. A dalin po. Fation, pyetja më zakont është, a dalin flokët mbrapa kur i merr me fut tunelt? Atëherë, këtu do zgjatem pak sepse nuk është rrënjët që hiqen nga pjesa e pasme nuk dalin. Po ashtu siç ne do të tregojmë dhe me foto më mbrapa, aty ku merren rrënjët e flokut nuk lihen shenja apo hapësira boshe sepse nuk ka kuptim mbjellje e flokut. Por rrënjët që hiqet nuk dalin. Është teknika dhe metoda që merren në mënyrë të tillë që aty mos lihen shenja apo hapësira boshe. Po nuk duket. Absolutisht nuk është e dallueshme fare. Dhe pyetja e fundit, më e vështira. Sa kushton transplanti i flokut? Atëherë, ne kemi një numër kontakti në WhatsApp për cilin gjithë personat e interesuar mund të dërgojnë fotografitë e tyre dhe ne t'i japim një informacion më detajuar në lidhje me mbjelljen e flokut. Nuk është çështje sa kushton mbjellja e flokut. Pyetja fillon me a jam i përshtatshëm për të bërë mbjelljen e flokut. Pra, kjo nuk është tregti, është shërbim. Dhe si e tillë është një procedurë mjekësore të cilët duhet bërë një vlerësim paraprak nga specialistët e fushës dhe më pas përcaktohet dhe çmimi. Nuk mund të thuaç. Kështu që jo gjithkush mund të bëjë transplantin e flokut. Jo çdo kush është i përshtatshëm, absolutisht. Kështu që nuk është një biznes sa për t'ju gënjy e për të shit materialin që bën, atë gjën që bën. Është diçka serioze. Absolutisht, po. Te kjo pjesa dhe pjesa e cilësisë punës në rezultatit kategorik, është e panegociueshme. Dhe unë para kamerës duhet falenderoj Fationin për rezultatin që kam. Dhe ne falenderojmë për besimin që na dha.